Përshëndetje të nderuar miq, ndërsa kanë kaluar disa muaj që nga momenti që Klodian Braho mori drejtimin e prokurorisë së posaçme, ende nuk kemi parë ndonjë goditje të madhe apo ndonjë finalizim të dosjeve që janë në proces. Por ndoshta kthesa mund të vinë nga një vizitë e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Drejtësisë, ku ka qenë i shoqëruar së bashku me Kreun, drejtuesen e seksionit kundër korrupsionit dhe atë të krimit të organizuar pra Dorina Beko dhe Dritan Prençi. Sipas njoftimit të zyrës së shtypit dhe në rrjetet sociale të SPAK-ut pra prokurorisë së posaçme, takimet kanë qenë me drejtuesit e Departamentit të Drejtësisë, si CITAP-it, DEA-s, FBI-s dhe institucioneve të tjera ligjzbatuese amerikane që janë në krah të SPAK-ut në Shqipëri për të ftuar krimin dhe korrupsionin. Çfarë do të sjellë kjo vizitë? A mund të jetë kjo piknisja? Për këtë do të flasim me mikun e emisionit ton, avokatin Gylse Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe ju. Një vizitë që ndoshta kur mund t'i shikojmë frytet në Shqipëri? Kanë vajtur për të marrë ndonjë dosje emra apo për të marrë zemra ndaj? Kanë vajtur për të mashtruar qytetarët shqiptar, të jem realist tek ju. Sigurisht që ju do habiteni sepse sigurisht ju mendoni se çdo vajtje në Amerikë nënkupton një porosi, një dosje. Amerikanët do të bëjnë hata në Republikën e Shqipërisë, prokurorët tanë do jenë të pavarur, të paanshëm, do kenë përkrahjen dhe mbështetjen e atyre, por diku tjetër është skenari, është manuali që të dukej në sy të shqiptarëve që çdo procedim penal ndodh me porosi të ndërkombëtarëve dhe jo të kombëtarëve pra të Ramës. Ju e dini shumë mirë që gjitha procedimet penale dhe të gjithë iniciativën e drejtësisë së re në Republikën e Shqipërisë ka ardhur si porosi jo nga amerikanët, por nga Partia Socialiste dhe nga zoti Rama. Por në shfaqje të jashtme ju keni parë 2022-2025 zoti Dumani duke i gjithmonë në vizita ndërkombëtare, pra edhe amerikane, duke treguar të qytetarët shqiptar sikur ka marrë një porosi nga amerikanët, por e vërteta nuk është nga amerikanët, por është pikërisht nga manuali ku do të zhduk totalisht pluralizmin politik në vend dhe të azhjesoj demokracinë e vendit duke përdorur manualin e Partisë së Punës 1944-1976, ku prokuroria ishte mbi palët dhe ishte në përdorim të pushtetit të ekzekutiv. Pra ju po thoni që porosit merren në Tiranë, por ambalazhohen në Amerikë dhe vinë prapë këtu. Bravo, bët marketingu që të kapim edhe majtas, edhe djathtas, por të duket që kjo nuk vjen nga brenda, po vjen nga jashtë. Ky është një mashtrim i mirë menduar për publikun shqiptar që të gëzohet që sikur ndërkombëtarët po bëjnë ata në këtë vend dhe në fund fare vjen ajo shprehje e famshme: ju merreni me punët tuaja, ne nuk merrem në punë të brendshëm. Ka shanse që mund të ketë pasur ndoshta edhe vizime, nuk po them urdhra apo më se të thash, por për rrjetet, për kartelet, sikur thotë Në amerikane. Në rast se shkojmë te kjo logjik që ju sa përmendët, pra po sikur të ndodh kështu, i bie që këta nuk janë të pavarur. Është për shembull si rasti unë bëj në kuadër të bashkëpunimit. Unë bëj me drejtorin e ri të policisë së shtetit takim kur jemi dy institucionet, pra prokuroria e posaçme dhe drejtuesi i policisë së shtetit, të bëjnë një foto bashkë duke dakordsuar që do bashkëpunojnë pikërisht bashkë për të luftuar krimin. Por fotoa çfarë tregon? Tregon thjesht show, sepse ju nuk mund takoheni të bini dakord që të zbatoni ligjin. Avokat, me këtë që më the tani, do si tallën shqiptarën këta, nga mjes deri në darkë tallën. Avokat, unë besoj që ju kur më thatë këtë kishit në mendje foton dhe takimin që u realizua sot mes drejtorit policisë Skënder Hita dhe kreut të inspektorateve Darsula. Për të treguar se do bashkëpunojnë, po këta ke taksative. Sakt. Me ke taksative, me këtë tallën, me shqiptarët tallën. E ke taksative, sikur unë them unë do bie dakord me gjyqtarin që do jemi në seancë.
Po dihet që avokati seancë do shkojnë, gjyqtarët do shkojnë seancë. Prandaj këto janë thjesht figurative që ju të shikoni, që shiko ai iku në Amerikë, shkuan atje, u pritën ai, gjithë ajo fytyra aty e atij të duke qeshur, me gëzim, me plot mbështetje, po ky është mashtrim, sepse pikrisht Klodian Brau dhe prokurorët e tjerë do marrin manualin e Partisë Socialiste për të bërë sikur po bëjnë hatan, por e vërteta është që do të zbatojnë urdhrat dhe në fund fare, pse jo, pasi të ketë një përplasje midis grupeve rivale pushteti brenda shtetit shqiptar, sigurisht që mundet të shkosh edhe tek maja, po pa marrë recetën që të shkosh dhe të gabosh në mënyrë të qëllimt dhe të bësh aksion duke përfshirë krimin organizuar, kartelet e drogës dhe të del një deputet i PS-s, atëre ti thua, ua, ekzisto ka Amerika, po si, Amerika se dinte gjithë kësaj kohe? Pra, Altin Dumani se dinte gjithë kësaj kohe? Çfarë, po priste të bënte një foto zoti Brau jashtë shtetit dhe t'i thënë këta, shiko, ke aty të përfshirë edhe një person që është i politikës? Sikur nuk shkojnë këto. Besoni që ka kartele në Shqipëri realisht? Ka, në çdo vend të botës ka kartel. Po, si shumë vend i vogël për të pasur kartele se kartele tani Meksik, Amerikë e Jugut andej. Ne kemi si shoqëri i importuar çdo lloj modeli. Mirë, nga më të ndryshëm. Tani ti ke banda, ke grupe kriminale, ke organizata kriminale, ke kartele, do të flasim edhe kartele të tjera të produkteve ushqimore që quhen kartele? Jo ato të ekonomisë, po flasim për këta drogës. Po kur ti ke të ekonomisë, do kesh këto drogës. Tani talësh, të lutem. Atëherë, pra nuk presim diçka që të jetë një vizitë frytëdhënëse apo shpresëpruese nga kur sapuni të bëhet djathtë dhe djathti sapun dhe unë ta besoj, atëherë do kemi. Avokat, tani ku ndodhet sistemi drejtësisë për momentin në 6 mujorshin e parë me drejtuesin e ri? Sa i bën 100 sa ditë bërë ky drejtues i ri? Po diçka ti dhjetore nisi, ai s'janë bërë 6 muaj pak, po ku ndodhet deri tani? Po edhe zoti Dumani, po ta shikoni, kështu ka filluar, avash gradualisht, sepse po edha ky gjithë energjinë tani, gjithë porosinë e partisë ndërkombëtare, shiko tani çfarë thash, partisë ndërkombëtare. Po janë internacionale ato të dyja. Azili ndërkombëtar. Shiko, ua, çfarë vin tani në këtë moment, vin kështu. Azili ndërkombëtar. Ato që të vinë nxirr me emra. Jo se di, nuk e duan. Pse të nxjerr me emra, pse ti nxjerr që tani unë çfarë të themi këtu 3 vite. Ta marrim edhe këtë ta vendosim brenda kuadrit, sepse ky duket i dështuar nga partia brenda vendit. Po ky do përdori parti ndërkombëtare të futet në një lojë. Dhe kujdes, partia ndërkombëtare përfshin brenda radhëve edhe influencën e zotit Veliaj në parti ndërkombëtare. Ua, se di, inshallah gabofsha. Dhe ti e di që gaboj gjithmonë. Prandaj inshallah gabofsha dhe na bëhet nga partia kombëtare, na bëhet partia ndërkombëtare. Këto kohë në vazhdim avokat do ketë më shumë zhvillime mendoni nga ata që janë brenda apo jashtë? Shiko, unë jam i mendimit që kjo kohë do na tregoj se si Spaku do kthehet si një institucion nga ai që shkoi shumë lart, edhe do përfundoj tek drejtorat dhe tek rojet e institucioneve, duke respektuar rojet të ndershëm në këtë vend që janë edhe punojnë, por duke sjell si një fazë që nga aty kur ishte kaq shumë lart Spaku me kërkesat e politikanëve dhe goditjes, sepse do të analizojmë diçka që është edhe juridike, edhe politike, edhe sociale, të cilët kanë një lidhje me njëra tjetrën. Politika jonë 34 vjeçare, më fal për shprehjen dhe themi këtu, ja futi vetes. Pse? Nga parlamenti, që ishte debati politik dhe studiove në media debatit politik, vajtën dhe u bërën të gjithë kallëzues.
Rasti, Taulant Balla kallzoi penalisht Sali Berisha. Ilir Meta kallzoi penalisht incineratorët. Lulzim Basha denoncoi publikisht Belën. Erion Velia u denoncua politikisht për arsye të ndryshme korruptive. Erion Velia përgëzoi SPAK-un që partia kishte fërkuar, edhe Rama përgëzoi SPAK-un dhe drejtsinë e tij, sepse të gjithë ta kishte çuar dhe kishte pozicionuar tek partia, tek partia, pra tek prokuroria, partia, është hama dhe të korrigjo se e bërë edhe nga tres. Dhe i vendosin atë pozicion. Pastaj vim këtu, të del Balla edhe Rama. Unë mendoj se të drejtësia e partisë ndërkombëtare mendoj se Balla do të ketë jo ti, pa i Balla tjetër, Taulant Balla, do të ketë një fërkim me drejtësinë e re. Inshallah kallëzimi ati çoi Berishën atje. Po ka edhe kallëzime të tjera që përfshin edhe Ballën në disa raste të tjera. Nuk e di, po ka. Tani ti i çove, i spostove, i çove gjithë atje. Tani bie që edhe ti do të shkosh atje. Sepse është taksative, mos ja bë grupën tjetrit, sepse në fund fare shko ti. Dhe këta qëllimisht ja kanë bërë njëri tjetrit grupën. Pra, ti po të shikosh, Velia i përdorte SPAK-un kundër kundërshtarëve politik. Meta po ashtu SPAK-un përdorte. Berisha po ashtu SPAK-un përdorte. Pra, këta ç'a bërën? Futën veten e tyre në një tunel, një kanal pa dalje. E vetmi destinacion është burgimi politik dhe debati politiko-penal. Dhe tani ku jemi? Jemi në situatën që presim ne tani të zgjohet nga gjumi Braho, që të zgjohet të themi ç'a do bëhet nesër apo pas nesër me politikën shqiptare. Pra, këta kanalizuan politikën shqiptare në dyert e SPAK-ut. Jo unë edhe ti, qytetarët e thjeshtë të këtij vendit. Këta që e votuan, këta u bën pjesë e asaj loje. Dhe këta tani bashkë me njëri tjetrin duhet të gjejnë rrugëzidhjen edhe recetën për të shpëtuar dhe SPAK-un ta degradojnë duke e dërguar SPAK-un që të merret me roje, pra mos merret me korrupsionin e lartë, se s'do ketë më korrupsion të lartë, sepse kurba shkon rritet dhe pastaj bie. Dhe tani këtu politikanët tanë që janë nona kur do të shkatrojnë ai gjë, namin bëjnë. Në ato momente kur populli priste nga drejtësia, drejtësinë e sakatun të gjitha anët. Pra, kur flitshim ne këtu që ore është loja e Ramës që duket viktim, ti as çojë në mendi që ai do të mbronte ballukun. Vllai këtu, se jam nga Vlora, por vllai këtu ka thënë prit, se s'ke pa gjë akoma. Dhe rasti Veliaj, dhe rasti Meta, dhe rasti Berisha, pra gjitha janë pjesë e politikës që, pra atë që nuk ka bërë shoqëria shqiptare që ti ndoshkojë me votë, pra mos ti votoj, kjo është kuptimi i ndoshkimit, mirë të votoj një tjetër, Gylseni, në tjetër me Rahun ton. Kështu quhet ndoshkimi politik edhe demokratik. Këtë gjë nuk e bërëm ne si popull. Pse? Se nuk e bërëm në 11 maj. Pse? Sepse duhet të kishte bërë rotacion, duhet të kishte ndoshkuar. Pra, Saliun, Edin, Ilirin, Veliajin, Bashën, gjithë që duhet të kishte ndëshkuar. Pse? Se ti prisje nga kjo drejtësiere, e kupton, prisje të ardhura. Pra, cilat janë të ardhura? Shpresa, reagimi popullor, kundër këtyre që kanë korruptuar, kundër këtyre që ka bërë Nami, e kupton? Po ti ç'a pate? Ti pate 11 maj stabilokraci totale, pastaj pate kriza her pas here qeveria me vetë SPAK-un e vet. Ramu nga ana tjetër që krenohet vetë nga vazhdimsi me drejtsinë e tij, dhe nga ana tjetër ti bën lajmin e fundit çka ka bërë Brau tani në Amerikë. Pra, nuk të duket sikur kjo nuk është e logjikshme? Si është si ajo foto që thash, takohet kryeinspektori me kryepolicën dhe bëjnë foto. Pse më vlla, bë foto që më tregosh mua ti që do zbatosh ligjin, pra ti nuk e zbatoke ligjin i bjen. Prandaj ta solla si shembull.
Pse? Sepse ti nuk shkon të marrësh porosi zotëri. Pse? Se atëherë ti bie që pas ke marrë dhe porosi kombëtare dhe ndërkombëtare. Pra ti qeke i ndikushëm. Pra ti nuk është se të zbaton kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Procedimi Berisha dihet që është bërë qëllimisht nga Juri. Opa, mbaroi kjo. Procedimi Metës kuptohet që është bërë qëllimisht, pra fshihet diçka nga mbrapa. Procedimi Veliet fshihet diçka nga mbrapa që thua ti të çon mendjen opa, derisa ky po bën nga jashtë, pra do të thotë që Veliet do merrte karrikën e Ramës, pra Rama aktivizoi politikën e tij, manuali 1944 në vazhdim, kam problem me syr, dhe të tjerë me radhë. Dhe kush doli më i forti nga të gjithë këta? Rama. Dhe tani ç'a ndodh? Prandaj thash mos bë grupën tjetër se vjen radha. Tani të gjithë këto faktor nuk është se do bashkohen, por për shkak të nevojës ekstreme, sepse ne kemi thënë edhe diçka shumë përpara, dhe duket se nuk e kemi përsëritur, do ta përsërisim. Kur kam thënë vazhdimisht unë që kur do të përplasen pushtetet dhe forcat, është kur do të përplasen dhe palët të cilët dyshojnë për korrupsion dhe kush del më i forti. Pra i forti nuk kupton pushtetin më, po nuk kupton pushtetin ekonomik dhe pushtetin kriminal. Se në rastin e themi, jo unë, po shoqëria shqiptare thot krimi droga, krimi, do thot që kjo formë e bashkëpunimit, bashkëveprimit nuk kupton që personat të cilët bën pjesë të politikës shqiptare janë palë me krimin, pra ose janë në varësi të krimit për shkak se janë bërë, si ta them, pakt me ta për të përfituar mandatin e deputetit. Avokat, të lutem, më thuaj edhe diçka si do vazhdoj telenovela e Spiro Palit për ta mbyllur, është e kurdisur, apo tani tezat që ajo ka publikuar në rrjetet sociale do ta t'i artikuloj publikisht me zë, edhe me figurë, jo me shkrim, edhe t'i vën veprim. Atëherë, duhet kesh parasysh diçka. Këtu ne kemi thënë se zonja Spiro Pali si fillim po bën një lojë. Dhe kjo quhet lojë politike. Zoti Rama kërkon të skanojë, të thithë reagime që mund të ketë brenda Partisë Socialiste. Kjo është një kontroll, pra është një krizë, një konflikt i kontrollueshëm, i verifikueshëm, dhe në momentin kur zoti Rama do kuptoj ku ndodhet, atëherë do të reagoj. Por këtu prapë ne kemi thënë, ai e ka bërë këtë skem, por ai mund ta lëshojë dhe mos të merret fare me këtë, sepse ai po mendon që ok, unë e bëra këtë që kjo të jetë sinjalizuesja ime që të këfithi ato të cilët mund të dalin kundër meje, por në fund fare këtë e lëshoj sepse nuk kam më asnjë shpresë që këtë ta vendosë më në të ardhmen në Partinë Socialiste dhe në këtë formë kjo merr rrugë dalje nga Partia Socialiste. Tani mbetet sa e aftë është zonja Spiro Pali të marrë me vete njerëzit të zotit Veliaj. Pse? Se zonja Spiro Pali mos e vendosni ju si një pjesë e shëndetshme apo një zjatim i Partisë Socialiste. Se zonja Spiro Pali vjen si një zjatim dhe si një projekt i mjaftit mos gaboj. Të lutem më korrigjo. Mjaftin. Pra, zonja Spiro Pali nuk është socialiste. Zonja Spiro Pali është ajo që erdhi hajde në brës, do vitë parën pushtet, do bëjmë namë, e kupton? Unë bëj socialiste. Shiko, të jesh socialist ka tjetër qasje, të merresh me politika tjetër qasje. Okej, bijem dakord. Ai që bë kryetar bashkie vendoste ato kazane çka vendoste te koka ujë edhe kështu edhe Neli Tirana këtu 12 vite pa ujë dhe pa gjëra. Kupton tani? Pra, do pak të kesh morale vëlla, të kesh kartë morali. Këtu ka hajde futu në fugoni brenda, hajde për marr pushtetin, edhe duke parë duke bërë. E lëm Ririnda se atëherë. Edhe ajo dyshoja ekziston, po gjithsesi. Kjo zonjë, për mendimin tim, do bëj një veprim që të duket sikur po godet brenda Partisë Socialiste,
po je Partisë Socialiste frymëzim, por në rast se kjo ka bërë një pakt me Fatmir Xhafaj, me Gramoz Ruçi, me të vjetët Parti Socialiste, që edhe po reagojnë pak a shumë, është sigur që Rama nuk do të jetë në pozitat e duhura partjake. Por kam frikën se për arsye se shumë PPP kanë qarkulluar gjatë këtyre viteve, Rama do të veproj duke zbatur ligjin. Dhe dihet që ligji kur vepron, zbatohet. Kur vepron, zbatohet. Se kur është aty, rri dhe flet. Në rastin e zonjës Spiropali, mendoj se ajo po përpiqet të bëjë diçka të tillë. Por besoj se Zoti Rama do ta komandojë dhe do ta frenojë situatën, dhe frenimi i situatës do jetë në disfavor të zonjës Spiropali. Në rast se ajo ka pretendime për Bashkinë e Tiranës, zonja Spiropali del në pension politik, në rast se nuk merr bekimin në Partinë Socialiste Zoti Rama. Zoti Rama është në një situatë tjetër kritike. A të vendosë zonjën Manastiriu apo zonjën Spiropali? Po kush nga këta të dy thith edhe të brendshmit edhe të jashtëmit të Partisë Socialiste? Braçe. Se nga Partia Demokratike ke dy gjëra. Ata nuk janë bërë gati akoma sepse presin Perëndia të zbresin në tokë. Mirë. Edhe mendoj se me kaseta, pra me kasetën do vim jo të shpopullit do shpërthej kështu me radhë, kupton? Ose do vinë një amerikan të na shpëtojë nga NASA të vinë në Tiranë. Pra, TPD-ja ke Oal Ilir Ali Mehmeti, i cili bët në për studio lëvizje dhe 4 vite si antar këshillit ka qenë s'ka ekzistuar ku ka qenë. O të japi dorë që zonja Tabakut kandidoj për deputete, në fakt kandidoj për kryetari bashkie, dhe në rast ajo bën një fushat të mirë dhe e merr. Por Zoti Rama i duhet një kandidat edhe një kryetar bashkie që të bëjë një pakt politik. Sepse e prishi traditën Zoti Basha, kur nuk u bë kur kryeministër, dhe ne tani do vim në traditën e mëparshëm, sepse gjithmonë do të keni parasysh që aktorët dhe faktet politike në vendin tonë rikthehen përsëri. Pse? Sepse kjo është ADN-ja jonë politike. Nuk e ndryshojmë dot ne. Nuk bëjmë ne dot perëndimor brenda ditës. Kështu jemi ne. Mos mendoni ju se ne jemi ato të cilët do shkojmë në BE dhe do fillojmë të nxjerrim flamurin e meritokracisë, transparencës këto llogaritën. Këto janë thjesht sa për me fol për politikanët shqiptar. Po ne duhet shumë vite derisa të përpunojmë çfarë do të thotë meritokraci, stabilitet, llogaritën. Do e 300 vite me radhë derisa ti kuptojmë dhe ti besojmë. Jo thjesht ti artikulojmë, ti besojmë. Prandaj do punë. Kjo do shumë punë, po nuk është diçka që bie në tokë, po do punë, do shumë të madhe. Dhe tani vim te zonja Spiropali dhe analizojmë ashtu siç duhet tek dëgjues që na ndjekin, sepse Spiropali nuk qëndron vetëm në 2026-ën, po pretendon për 2027-ën. Gabimin që bëri Tahiri, që shkoi kështu ministri i brendshëm. Tahiri duhet shkonte kryetari i Bashkisë së Tiranës. Dhe sot Tahiri do ta kishe në pozita të larta në Partinë Socialiste dhe në politikën shqiptare. Pra e bëri gabim sepse u bë njeriu i ndikueshëm dhe i zbatueshëm të Ramës, pra u bë ekzekutori i Ramës, pa nuk krijoi autoritetin e tij politik. Ndërsa Veliaj e krijoi autoritetin e tij administrativ në Bashkinë e Tiranës, po kurse si autoritet politik kundrejt Zotit Rama. So ishte ekzekutori Zotit Rama. Dhe Zoti Rama tani duhet të gjejë një të fortë përballë vetes, pra përballë kthejmë tek Partia Demokratike, që ta thot në të ardhmen që shko, mund të fitoj PD-ja, por Rama për 4 vite të ardhshme nuk do të ketë problem në Partinë Socialiste. Pse? Se Rama nuk do që dikush ashtu siç ja bëi Fatos Nanës ai t'ja bëj Ramës dikush tjetër. E kuptove tani logjikën Spiropalit. Për Rama nuk do ta lë Spiropalin të arrijë projektin deri në fund. Vetëm po e lau në rast se ka marrëveshje, por nuk ka marrëveshje që unë besoj që Rama të dalë në pension shumë shpejt në politikë. Se Rama
mund të urrej Berishën, por Rama kopjon për Sali Berishën. Pra, në rast se ti sot ke Berishën tek PD-ja, pa pushtet, po me militant, unë dyshoj që Rama do të ketë NPS pa militant, pra me militant dhe pa lek, pa pushtet. Diçka nuk më shkon tek PS-ja, se PS-ja është e lidhur me pushtetin të paran. Ikën njëra nga të dyja, shkërmoqet brenda, shpërçahen, bëhet name aty derisa të gjejnë veten e tyre, kalon 100 vjet. Por pra, logjika është kjo politike. PS-ja në pushtet, por e heq Bashkinë e Tiranës, nuk bën luftë ashtu siç duhet, bën konflikt për Bashkinë e Tiranës, që Bashkia e Tiranës shkojë te PD-ja, dhe Rama të jetë i qetë që të jetë kryetari i Partisë Socialiste. Pse? Se Rama nuk ka projektuar veten që unë po ikë nga pushteti do ikë edhe nga politika. Rama ka projektuar që unë në çdo moment që do ikë nga pushteti do qëndroj në Partinë Socialiste, sepse Partia Socialiste ka 69 ose 65 në 70% të elektoratit shqiptar. Pra është një parti që mund të shkërmoqet, por ama që ka elektorat. Pra për çaj bëhet, nami bëhet atë. Dorsa ai thot që Shqipëria përderisa do futet në Bashkimin Evropian, që unë i mashtroj këta nga mjesi deri në darkë, unë e di që nuk do futet, kështu thotë Rama, por të paktën Partia Socialiste do jetë pjesë e politikbërjes për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Per Rama nuk po e projekton veten e tij që të ketë probleme brenda Partisë Socialiste, dhe prandaj nxjerr Spiropalin, Braçën, dalin këto figura për të treguar sikur e ka brenda një konflikt demokracisë pa pamë, sikur atje ata sapo lindën nga demokracia sepse ishin të zhytur tek paraja, tek pushteti dhe tek krimi. Më kupton? Pra kjo është loja tek populli, të shkoj populli, po edhe atje çka po ndodh, po ka krizë, se ka mlef. Nuk është se ka pra nuk është natyrshëm, pra nuk është reagim natyrshëm. Edhe aty kur lexojmë ka heshtje. Heshtje në kupton që ti ke reaguar dhe pastaj heshte. Po ti s'ke reaguar, si do heshtës? Pra s'ka heshtje. Pra ka pakt. Dhe pakti është edhe i fshehur, pakti është edhe transparent, por pakti që ato kanë bërë me njëri tjetrin është se si të bëhen gati për të komanduar të ardhmen e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 2027-s. Nuk të shikojmë për kryetar bashkie, por të gjithë duhet kuptojnë kush është e ardhmja e Partisë Socialiste në drejtim të zotit Rama apo të dikujt tjetër. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.